12 vite për një vendim, mira dosje të grumbulluara në bodrumet e gjykatës së apelit. Një qytetar shqiptar I duhen mesatarisht 12 vite për të përfunduar një proces gjyqësor në të gjitha shkallët e sistemit të drejtësisë. Ndërkohë, rreth 150.000 dosje vazhdojnë të mbeten stok në gjykatat e vendit, duke e kthyer vonesën në normë dhe jo në përjashtim. Vetëm në gjykatën e apelit ndodhen 56.990 dosje të shpërndara në bodrume. Korridore dhe në zyrat e gjyqtarëve. Pamjet tregojnë raftet mbushura, ambiente të mbushura dhe një sistem që prej vitesh nuk arrin të përballojë ngarkesën. Sipas të dhënave, çdo gjyqtar ka aktualisht në shqyrtim mesatarisht 1804 dosje, një shifër që ilustron jo vetëm mbi ngarkesën ekstreme të trupës gjyqësore, por edhe krizën e zvarritjes proceseve që prek mijëra qytetarë.